Mukhbitët, njerëzit e përullur. Allahu i madhërisëm thot: Prandaj, sa të keni mundësi ruajuni prej dënimit të Allahut. Dëgjoni, respektoni dhe jepni për të mirën tuaj. E kush i ruhet lakmisë së vetvetes, të tillët janë prej të shpëtuarve. Kaptina El Teaghabun, ajeti 16. Hyrje. Në mesin e njerëzve besimtar të cilët padyshim Allahu xhelle shanuhu i do, janë edhe mukhbitët, robërit e mirë, të përullur. Në Kur'ani fisnik kjo shprehje përdoret vetëm një herë, në shumës, el mukhbitin. Kur'ani përdor dhe disa derivate të kësaj fjale, nga rënja e njëjtë, akhbetu, në ajetin, ata të cilët besojnë dhe bëjnë vepra të mira, dhe i qëndrojnë besnik, i përulen Zotit të tyre. Wakhbetu ila rabbihim, do t'jenë banor të xhenetit, aty do t'jenë përgjithmonë. Kaptina El Hud, ajeti 23. Dhe tukhbite, në ajetin, dhe zemrat e tyre janë të përullura. Fe tukhbite lehu kulubuhum. Kaptina El Hajj, ajeti 54. Këto fjalë kanë kuptimin kryesisht brenda fjalës bazë, të jesh i përullur, i bindur, i nështruar, i dëgjueshëm, të jesh me iman të fortë të qëndrueshëm. Sipas Raghib Isfahaniut, kjo fjalë ka edhe kuptime butësi dhe modesti. Kush janë mukhbitët? Fjala mukhbit përmendet në Kur'an vetëm një herë, në shumës, në surën El Hajj, ajeti 34, ku thuhet: Çdo bashkësie i kemi bërë zakon të pres kurban, për ta përmend emrin e Allahut, me rastin e prerjes së kafshës të cilën ai ju jep. Zoti juaj është një Zot, prandaj dorëzohuni dhe jepu si hariç atyre çka janë të dëgjueshëm, pra atyre çka janë el mukhbitin. Kaptina El Hajj, ajeti 34. Në vazhdim të surës El Hajj, ajeti 35, Allahu xhelle shanuhu cek 4 karakteristika të cilat i kanë mukhbitët, këta që janë robër të përullur. Allahu i madhërisëm thot: të cilët, kur përmendet Allahu u dridhen zemrat e tyre, të cilët janë të durueshëm ndaj asaj që i godet, të cilët rregullisht e falin namazin dhe të cilët japin për qëllime të dobishme nga ajo me çka ne i furnizuam ato. Kaptina El Hajj, ajeti 35. Përfundimi i ajetit 34 thot: Wa bashiril mukhbitin, që shumica e përkthen dhe jepu si hariç të bindurve, ose përgëzoj të dëgjueshmit me lajme të gëzueshme. Por kjo pjesa e ajetit mund të kuptohet edhe si: përgëzoj të dëgjueshmit dhe modestët me lajm të gëzueshëm, përgëzoj të nështruarit dhe modestët me lajm të gëzueshëm, përgëzoj të thjeshtët, të peshuarit, të maturit, të cilët nuk rebelohen kundër askujt, përgëzoj të përkushtuarit e mirëfillt dhe të dëgjueshmit, përgëzoj ata që përulen për kënaqësi të Allahu xhelle shanuhu dhe shumë kuptime tjera. Në të gjitha rastet vërehet qartë, përkushtimi dhe bindja e vërtet me gjithë zemër, teslim. Të tillët në çdo gjendje janë të matur, modest, të përkushtuar dhe të bindur ndaj Zotit të tyre. Virtytet e robërve mukhbit. Të jesh mukhbit nuk është e lehtë, por është e mundshme. Gradën e mukhbitit nuk mund të arrijë çdo besimtar, por megjithatë mund të arrihet, qoftë në një mas të caktuar. Mukhbitët janë të cilëve kur përmendet Allahu u dridhen zemrat, dhe ata të cilët me durim përballojnë vështirësitë që u ndodhin, dhe ata që rregullisht falin namazin dhe japin prej asaj që ne u kemi dhënë. Kaptina El Hajj, ajeti 35. Ni, zemrat e të cilëve dridhen kur përmendet Allahu xhelle shanuhu. Dridhja e zemrës kur dëgjohet Kur'ani, emri i Allahut, ajetet e tij, nënkupton një vetdije të lartë besimore, të privuar nga ndërhyrjet e elementit botror, material dhe të interesit.
Dridhja e zemrës nënkupton pranimin e çdo gjëje që vjen nga Zoti dhe nga i dërguari i Tij, pa justifikime, pa dredhi e lajka, por bindshëm, fuqishëm dhe prerazi. Dridhja e zemrës nuk nënkupton gjendjen emocionale dhe dorëzimin para emocioneve, siç do të mendonin zakonisht, dorëzimin gjendjeve shpirtërore dhe topitjen e tehut të shpatës shpirtërore dhe racionale. Dridhja e zemrës nënkupton ndërgjegjen e pastër, vetdijen e lartë, mendjen e prehtë, pikërisht nënkupton besimtarin në shkallën më të lartë të mundshme. 2. Të cilët u kundërvihen mundimeve dhe fatkeqësive në rrugën e Allahut. Njeriu është krijesë e tillë që gjatë jetës përballet me probleme e vështirësi të ndryshme emocionale, racionale, materiale e tjera. Ato godasin në rini, por edhe në pleqëri, meshkuj e femra. Kemi sëmundje, sfida morale, varfëri apo pasuri të pafund. Njeriu i mirë zakonisht përballet me urtësi para problemeve, çfarë do qofshin ato. Ai bën durim dhe përpiqet të dalë nga e keqja në mënyrë, siç parashik feja islame, me urdhrat apo rekomandimet e saj. Besimtari i mirë fill dhe shëndetin dhe sëmundjen, dhe varfërinë dhe pasurinë, dhe ndryshimin e moshës, i kupton si dhunti për shpërblim të Allahut, e jo ndëshkim nga ai. 3. Të cilët namazin e kryejnë në mënyrë të plotë e korrekte. Ndër virtytet e njeriu të përulur, pra muhbit, është edhe qëndrimi në këmbë dhe kryerja e namazit, iqame. Namazi është ibadeti më i madh, më i rëndësishëm, të cilin duhet me patjetër ta zbatojmë, me përulësi, vetdije të lartë, me të gjithë rregullat që kërkohen, derisa nuk na vjen vdekja. Ai bëhet çdo ditë, që nuk është të ndodh me ibadete të tjera kryesore. Ai duhet të bëhet sa më përpikt, në pajtim me namazin e pejgamberit të Allahut xhelleshanhu. Vigjilenca jon duhet të ngrihet dhe të rritet lidhur me namazin, por ndryshe shumë prej nesh falin namaz, por namazi i tyre nuk do të jetë i pranuar. Nuk duhet vetëm ta kryejnë formalisht atë, por edhe ta pyesin veten a kanë ndikuar në besimin ton, në sjelljen ton, në punën ton. Është detyrë e imamëve dhe e jona si besimtar që të mësojmë çdo ditë si të bëhet namazi ynë dritë brenda territ, tregues brenda labirintit, shtyllë e fuqishme, rreth të cilit jetojmë dhe veprojmë. 4. Të cilët nga pasuria, furnizimi që u është dhënë, ndajnë sadaka për bamirësi. Pra bamirësia, ndarja e pasurisë vetjake për qëllime bamirëse, është shkallë e lartë e besimit. Kjo bamirësi nuk vdes me njeriu bamirës, as nuk është për interesa vetjake, por për të tjerët. Dhënia nga pasuria jon tregon dhe aspektin e brendshëm, thyerjen e egoizmit, lakmisë së pafund për grumbullim të pasurisë, shikimin e të tjerëve si vetveten, e tjerë. Allahu i madhërisëm thot: prandaj, sa të keni mundësi, ruajuni prej dënimit të Allahut, dëgjoni, respektoni dhe jepni për të mirën tuaj. E kush i ruhet lakmisë së vetvetes, të tillët janë të shpëtuarit. Kaptina El Teagebun, ajeti 16. Nëse i kuptojmë në mënyrë të drejtë këto virtyte, do ta kuptojmë drejt dhe fuqinë dhe madhështinë e Allahut, karshi pa fuqisë dhe dobësisë që kemi ne. Të përulur Zotit të tyre. Në ajetet vijuese cekën derivatet e fjalës muhbit, rënja, t, në format dhe kuptimet në kontekstin e caktuar. 1. Ata të cilët besojnë dhe bëjnë vepra të mira dhe i qëndrojnë besnik, pra i përulen Zotit të tyre. Wakhbetu ila rabbihim, do t'jenë banor të xhenetit, ku aty do t'jenë përgjithmonë. Kaptina El Hud, ajeti 23. Kjo pjesë nga përkthyesit, komentuesit e Kur'anit përkthehet në disa mënyra. Fetim Mehdi ju thot: ata të cilët bëjnë vepra të mira dhe i qëndrojnë besnik Zotit të tyre. Hasan Nahi thot: me të vërtetë ata që besojnë dhe punojnë vepra të mira dhe përulen te Zoti i tyre. Sherif Ahmeti thot: ata që besuan dhe bën vepra të mira
dhe u përulen ndaj Zotit të tyre. Besim Korkut, bosnjakisht thot: ata të cilët do të besojnë dhe bëjnë vepra të mira dhe të cilët Zotit të tyre i përulen. Mustafa Mlivo, bosnjakisht gjithashtu thot: një mend, ata të cilët besojnë dhe bëjnë vepra të mira dhe përulen para Zotit të tyre. Enes Karic, bosnjakisht thot: ndërsa ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira dhe të cilët i janë të bindur Zotit të tyre. 2. Në ajetët që i paraprin ajetit 54 të surës El Hajj thuhet: përpara teje ne nuk kemi dërguar asnjë të dërguar e ferrëfyes që djalli të mos jetë përzier dhe ai, kurdo që ai i dërguari dëshironte ndonjë send. Allahu e shmangte atë që fuste djalli, e pastaj i përforconte fjalët e veta. Allahu është i urtë dhe shumë i dijshëm. Për të bërë sprovë atë që hidhte djalli, për ata zemrat e të cileve janë të smura dhe mizore, kurse jo besimtarët janë me të vërtet në mos pajtim të pafund. Kaptina El Hajj, ajeti 52-53. Allahu Gjellëshanuhu flet për idhujtarët, të cilët pasuan shejtanin për humbjen e tyre. Ajeti flet se çdo gjë që ata dëshiruan ja atribonin Kur'anit, dhe ajo u refuzua, sepse Kur'ani është i mbrojtur nga vetë Allahu i Madhërisëm. Në këtë kontekst vazhdon ajeti 54 i surës Hajj ku thuhet: dhe që ata të cilët janë të pajisur me dije, ta njohin se ai është Kur'ani i vërtet nga Zoti yt. Pra le t'i besojnë dhe zemrat e tyre le të jenë të përullura, fetukhbite lehu qulubuhum, ndërka që Allahu me të vërtet ata që kanë besuar i drejton në rrugë të drejtë. Kaptina El Hajj, ajeti 54. Pjesa e ajetit fetukhbite lehu qulubuhum dhe zemrat e tyre janë të përullura nënkupton të kuptuarit dhe marrjen vesh të së vërtetës dhe thelbit të saj. Ata të cilët besuan duke e kuptuar të vërtetën, u bindën që Kur'ani është nga krijuesi. Fjala tukhbite tregon zemrat e qeta e të urta me iman për Allahun, të cilat asesi nuk dyshojnë në këtë. Natyrisht, të jesh i përullur, modest dhe i matur dhe të mos besosh nuk është në natyrën e pozitave njerëzore, sepse të tillët sillen but, urtë, me modesti, kërshi Allahut madhëruar.